Busti i Agjer Fishtës po bëhet gati. Ai do të vendoset në Fishtë Lezhës me 30 dhjetor në përkujtim të 74 vjetorit të vdekjes së tij. E gjithë kjo po mundësohet në Kosovë nga Sabri Maxhuni Novosela. Në Kosovë Fishta konsiderohet si profeti i kombit, ndaj duhet ngritur në piedestalin kombëtar. Përgjegjësi absolute, kështu e konsideron Besimin Qereshden, skulptori Avni Beluli nga Gjilani. Ai ka marrë porosinë me shumë përgjegjësi, sepse nuk është gjithçka që të punohet një personaliteti si që është Fishta për kombin shqiptar, për kontributin që ka dhënë. Pra, ndihem shumë i privilegjuar, por edhe një përgjegjësi mbaj për punën që po e bëj. Fishta nuk ka nevojë për ne, por ne kemi shumë nevojë për atë, do të shprehej Sabri Maxhuni, i vetë ofruari për restaurimin e shtëpisë së këtij njeriu të madh. Sipas tij, Fishta bashkoi të gjithë shqiptarët dhe se historia kombit tonë është shprehur qartë në librat e tij. Fishta duhet të grihet në piedestal dhe për Maxhunin nuk mund të ketë arsye apo motive që institucionet shqiptare të bëjnë pengesë për arritjen e këtij qëllimi. Vlerat e atë fishtës janë shumë të mëdha, atë fishtën jo pse ne e duam, por mbi të gjitha e meriton që ta ngritim në piedestal të kombit shqiptar. Besoj që nuk do të ketë vështirësi, besoj që normalisht të gjithë jemi shqiptar, edhe të ministrisë, edhe të kompetentët që japin lejen. Por mbi të gjitha, unë shtëpinë atë fishës e mendoj se një vend ku faktikisht do të jetë një qendër ku do të orientohen të gjithë shqiptarët, ta them, një kibël, një Mekë, një Vatikan, një patriarkan e kombit shqiptar. Agjer Fishta deshti gjithë kombin shqiptar, ndaj vëmendja që i kushtohet për te kufive Londinës të Shqipërisë, konsiderohet një vlerë e shtuar ndaj këtij personaliteti dhe vendit ku jetoi ai, do të shprehej përgjegjësi kulturës kombëtare në Lezhë Pauli Zefi. Për të shtuar bukurinë dhe për të dhënë një signifikativ krejt tjetër atij vendi ku rrit ky njeri i jashtëzakonshëm, ky ati i kombit shqiptar, nëpërmjet ndihmës së Zotit Sabri Maxhuni Novosela, që falenderoj jashtëzakonisht shumë, do të bëhet e mundur se me datën 30 dhjetor me rastin e 74 vjetorit të vdekjes së Agjer Fishtës vendoset kjo shtatore në oborrin e shtëpisë muze ku ai u rrit. Është një vlerë e shtuar ndaj kësaj figure, sepse Agjer Fishta e deshti shqiptarët e Kosovës aq shumë sa edhe shqiptarët e Kosovës në farë mënyrë duan t'ia shpërblejnë. Vendosja e bustit të Fishtës në shtëpinë ku u rrit i jep këtij vendi një signifikativ tjetër të rëndësishme, ndërsa pritet reagimi i Ministrisë së Kulturës që i hap rrugë ndërhyrjes për restaurimin e kësaj shtëpie, e cila është marrë përsipër që të realizohet nga Sabri Maxhuni nga Koti i Kosovës.